interesant, pak a shumë provokativ, evolucionit nimin në shqiptarët e një. Takim të shkoj do të ketë një kohë të ndryshme dhe vida të ndryshme të takimit që bazërisht provimit të tilla. Sot do të kemi vetëm një bashkë bisedim, spari një 20-30 minuta me pyetjet që do të bëjmë zoti Barankusuni, ndërsa pjesa e dytë në gjysmëore ose varsisht prej rrjedhës do të jenë pyetjet nga auditoriumi nëse ka dikush ndonjë interesim që ta ketë direkt autorin e librit dhe kryetarin Barankusuni. Mirë, para se të nisim nga kësaj ceremonie inauguruse, jos drejtori artikullor në fjalë përshëndetje. Përshëndetje për gjithë, nderuar Barankusuni, nderuar dekan, nderuar profesor, pasues të jetës politike, komandant, ish profesor, student. Sot jemi mbledhur një ditë, mendoj që për rektorin një ditë e zakonshme, për ne është shumë interesante, në promovimin e një libri që ka një tematikë shumë interesante, revolucionin ose demonstratat e vitit 1971. Dje ku mu 50 vjetë më thanë, ose ndiva vetëm shumë vjetër, po me vërtet i vjetër, po kujtohen se ende i bojnë po si një ato demonstrata, ashtë sa mund që në atë kohë në dalë, me ndihmu, me të qepë, me do për këto i bojnë menë, sepse dhe vetë e kom bo, për ashtë se kom qenë në të të njëtë e kom qenë dhe kom 6 vjeç në klasë parë. Dhe është pak një nostalgji dhe është një, si me thonë, një burje për ashtë se ku kemi në rri, duke ti se në çfarë gjendje kemi qenë. Dhe kjo sigurisht nuk do të arrihej pa njerëz, edhe si rektor Kusuni, po edhe si të gjithë të tjerët, ishte përgosur në atë kohë që kanë ndihmu, punu me kapacitetin e vetë dhe më të mundshme dhe mundshme që kanë bërë, e që ka kulminu pastaj me lutën shqiptare të Kosovës. Po, si ka ndodhur ngjarjet, besoj që rektori ka shkruar në librin e tij që me sigurisht do ta lexojmë qetë. Vetëm se po e preki pak edhe prismin që ne jemi me të vërtet kënaqur që profesorët, ishte ministri këtë rast Kusuni, tani në pension, po do të punoj sigurisht edhe për libra shumë të tjerë që do të prekin tematikat prej kërësisht, gazetarist, deri të ngjarjeve që kanë ndodhur, dhe besoj se kjo nuk do të libri i fundit. Shoqërime, faleminderit. Falenderoj rektorin dhe ne tash ja nisim bisedë që është bërë në burg, apo? Se në oda që kemi më bisedë të në fillim, një biografi më lejon të shkurtër të autorit Barankusuni, të autorit të librit Revolucionit të Ademi Barankusuni. Barankusuni, politikan, shqiptar, publicist, edukator. Lindi në Trygjec, Kamenis, më 20 mars 1960. Shkollimin fillor e të mesëm e kreu në Koreket dhe në Kamenis, ndërsa studimet e larta në Universitetin e Prishtinës, ku dhe mori titullin doktor e shkencave filologjike në 2008. Si student, zgjedhë kryetar një grupi të fshet politik 1979, i cili angazhoi për lirinë e Kosovës dhe u bë një nga organizatorët kryesorë të demonstratave të studentëve në vitin 1981, për shkak gjykata jugoslave dënoi me 15 vjet burg. Në burg është njëri prej autorëve të letrës së gjatë "Ngjarjet në Kosovë nuk janë kundër revolucion", dërguar institucioneve jugoslave, e cila u botua si libër në Zvicër më 1986, e në të cilën mbrohet e drejta e Kosovës për statusin e Republikës. Në fund të vitit 1990, pas një amnestie të përgjithshme, lirohet nga burgu. Pas burgut punoi si publicist, redaktor dhe kolumnist i revistës Zëri dhe gazeta të tjera shqiptare. Bashkë me 4 poetë botoi antologjinë me poezi nga burgu Libri i Lirisë në 1991, e para filloi me letërsinë shqipe. Në zgjedhjet e para shumë partijake zgjedhet deputet i Kuvendit të Kosovës nga Kamenica në vitin 1992. Nga vitin 1994 e tutje luan rol të rëndësishëm në politikën e Kosovës. Zgjedhet kryetari i Partisë Parlamentare të Kosovës, PPK, 1994-2000 në ndërprerje. Është antar i delegacionit të Kosovës në konferencën Rambujës dhe të Parisit 1999. Në luftën e Kosovës gjatë bombardimit të NATO-s në Saqet serbe, vepron në zonën e Llapët dhe në atë të Karadhakut. Emërohet ministri i informimit publik
në qeverinë e përkohshme të Kosovës në 1999. Pas luftës është bashkëthemelues i koalicionit më vonë Partisë Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës AAK dhe nënkryetar i saj 2000-2010. Në zgjedhjet e para demokratike, zgjedhjet deputet i Kuvendit të Kosovës dhe antar i Kryesisë së Kuvendit 2001-2004, zgjedhjet deputet i Kuvendit të Kosovës dhe edhe në 2 legislaturat të tjera, 2004-2007 dhe 2007-2010. Ministri i Mjedisë dhe Planifikimit të Hapësiror në Qeverinë e Kosovës 2004, dhe Kryeministri i Kosovës 2004-2005. Është në shus deklaratës për pavarësinë e Kosovës 17 shkurt 2008. Nga viti 2008 Bajram Kusumi është profesor në Universitetin e Prishtinës, shef i departamentit të gazetarisë në universitet 2013-2015, mësimdhës në Universitetin Shtetëror të Titovës 2010-2013, kryeredaktor i revistës timore Media 2010-2015, antar i këshillit drejtues të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shtetërore 2011-2015 dhe antar i këshillit shtetëror të përgjithësisë 2011-2015. Nga viti 2015 deri në vitin 2023 është rektor i Universitetit Publik Kadri Zeka në Xhilan. Deri tash ka botuar këta libra nga fusha të ndryshme. Libra politik dhe publicitet. Ngjarje Kosovë nuk janë konversion, 1986. Koncept për politikën, zgjimi Ferizaj 95, koncept për mendimin e një politik, Brezit të një Prishtinë 2001, një vit dëntar të ena Tiranë 2006. Nga fusha e letërsisë, libri i ri Zëri Prishtinë 1991, Fjalori Barbare, Brezit të një Prishtinë 2000 dhe ribotim Prishtinë 2009. Letra nga Burgo, libri censuruar Brezit të një Prishtinë 2004, bashkëautor dhe enciklopedia imagjinare post-roman Artinat Toena Prishtinë 2023. Libra nga fusha studimi letrare dhe gazetare, Birika e Fishtës, Toena Tiranë 2004, letërsia nga Burgu kapitull në vetën në letërsinë shqipe, Toena Tiranë 2006, Fishta dhe tradita letrare shqiptare Brezit të një Prishtinë 2012, botimi parë, ndërsa botimi filozofi urbane online 2012. Tipologi dhe zhanër Olim Prishtinë 2013, letërsia nga Burgu kapitull në vetën letërsinë shqipe, botim i përpunuar, Shkup 2020, në mars të këtij viti botoi librin historiko-politik Revolucionit 81 nga shtëpia botuese, Brezit 81 dhe Embeta. Dekorata dhe çmime. Medalja presidenciale në dhëvjetorin e pavarësisë së Kosovës nga Presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia e tij Zoti Hashim Thaçi 2018. Çmimi autori i vitit 2024 për librin Enciklopedia Imagjinare Post-Roman, çmimi kombëtar letrar për vepër jetësore Azem Shkreli për vitin 2024, titull i lartë Petër Bogdan nga Unioni Artistik Kombëtar Shqiptar 2010 dhe medaljen International Summit Council for Peace nga University Peace Federation 2019. Kjo është biografia e Bajram Kusumit. Ndërsa për të qenë i konceptuar paga shumë besem të tanisi njerë të duke paraqitur në vija sa më të shkurtër këtë që do ta flasim. Kur nis lezimin e akselit libër të Bajram Kusumit, gjëja e parë që të bie ndërmend është risia tematike dhe ideore. Ndërkaq kur i përfundos se lezuar akselin libër të tij, bindesh për realizimin e plot pothuajse të përsosur si për libra nga fusha e letërsisë, ashtu për libra nga fusha e publicistikës. Janë 2 libra të tij të mëparshëm që pas që kanë zgjuar interesimin të lexuesit, njëkohësisht kanë hapur edhe debate dhe diskutime. Së pari libri Koncept për mendimin e një politike botuar në vitin 2001, para 24 viteve, tek i cili Kosumi ka shpadur idetë e tij politike lidhur me krijimin e mendimit të ri politik në Kosovë. Dhe së dyti, libri Enciklopedia Imagjinare 2023 nga fusha e krimtarisë letrare, që është pritur mirë nga lexuesit dhe nga studiuesit e letërsisë, por që kanë ngritur debate lidhur me zhanrin, të cilin ai ka emërtuar si post-roman. Edhe tash libri i tij fundit nga fusha e historisë dhe publicistikës, i cili është shkaktari kryesor që jemi mbledhur sot këtu, besojmë se është edhe një provokim i Bajram Kusumit për të intriguar lexuesit e historisë sonë më të re, për të kthyer ka temat e mëdha kombëtare, por dhe ka leximin i librit të Mefedit. Revolucioni 1981 është një revolucion shkrimor i cili tregon, analizon dhe lartëson njërin prej viteve më historike dhe më kombëtare shqiptare vitin 1981 dhe sfondin e ngjarjeve revolucionare brenda tij.
natyrisht bashkë me bashkë të tyre. Me këtë rast, profesor Kusumi do të dëshiroja ta nisnim këtë bisedë me zbërtimin nga ana juaj të nocionit prevencion, qoftë si nocion i mirë kuptuar apo i keq kuptuar, përkatës apo i përkatës, mbulues apo zbulues i ngjarjeve të pranverës të të një. Dhe pyetja e parë që më konkrete do të jetë kështu. Revolucioni im është 1981. Pse revolucioni? Është një nocion i saktë, përkatës, reflektues, koherent, apo i diskutueshëm, i debatueshëm, i amensuar dhe kontradiktor. Si shprehje, si revolucion. Faleminderit, dekan Mergjan, ju përshëndes të gjithë që jeni këtu, profesor, miq, dashamir, ish burgosën politik, luftar, student, gjitha strukturat që jeni këtu, po një term na bashkon gjithë dhe patriotët. Kjo është i vetë një term që s'hargjohet këtu. Faleminderit që keni ardhur, jam i lumtur që po e bëjmë këtë bisedë këtu. Do të mundohemi të shpjegojmë konceptet e mia, mendimet e mia që kanë bënë me librin. Po filloj me përgjigjen natyrisht, derisa kam titulluar revolucion, ky koncept as nuk është dyshues, as nuk është amensues, as nuk është i diskutueshëm, për mua është 100% i saktë. Është koncepti më i mirë që mund ta mbuloj tërsinë e vitit 1981 dhe ato që ndodhen më vonë. Ka shumë emërtime që janë përdorur në literaturën tonë, po dhe në literaturën e huajve për demonstratat e vitit 1981. Në radhë parë, po përmendi emërtimin që na kanë dhënë Jugoslavë. Emërtimi është dhënë me 2 prill, kur na kanë qenë kundër revolucionit. Dhe unë e kujtoj si sot, kur erdhi hetuesi im, e kishte marrë rilindjen, ma qëtë ke përpara. Shikoj e thëjke, se ne na izolum tërsisht. Ne se dishim, unë kanë rëstu me 26 mars dhe unë e ndëgjoja zhunën, por nuk e dija saktë çka po ndodh. Asnjë informatë se kemi pasur 2 muaj ditë. Dhe ai ma solli rivinin ku thoshte kundër revolucionit. Edhe më pyeste, a di çka është kundër revolucionit, a di çka tërheq? Dhe ma bënte me gisht dënimin me vdekje. Termi i parë që është përdorur për demonstratat ka qenë kundër revolucionit i dhënë prej kryesisë Jugosllavisë Kosovës. Termi që ne kemi përdorur në fillim kanë qenë demonstrata. Ne në fillimi kemi qenë thjesht demonstratë. Ma vonë autorë tjerë kanë dhënë emërtime të çmueshme që disa prej tyre po i përmend, ne kam analizuar pak më shumë. Për shembull, Ukshin Hoti, një jashtëzakonshëm, që e çmoj jashtëzakonisht shumë dhe kam mësuar prej tij dhe kam mësuar që shkruaj dhe jam edukuar prej tij. Ai e çon në një rast nyje të demokracisë së Kosovës. Është nyja pa e kuptuar atës, por s'mund ta kuptosh demokracinë e Kosovës. Miku jo im edhe juve, Hydet Hyseni, e çon i pari e ka përdorur termin pranvera shqiptare të otenit, një term figurativ, por që ka pas një përkraje shumë gjërë. Dhe sot përdoret me shumicë, pranvera shqiptare të otenit, është një term figurativ që përmes figurës të tregon ringjalljen që është i kuptueshëm, por shumë i çuditshme sa mirë që kanë shurrën këtë term do është përdorur. Recep Qosja e përdor një term jashtëzakonisht interesant. Thot rilindja e dytë kombëtare. Tu e krahasu me rilindjen e vjetër kombëtare, rilindja e dytë kombëtare fillon thot me të definisht. Dhe ka plot tema tjerë, edhe këtu në këtë salë janë Spaku 2, Mergjani e Sadriu që kanë përdor emra dhe e kanë dhënë një emër atyre në gjatë. Edhe autor të tjerë të huaj përdorin shumë terma. Por
nga shqyrtimi që unë kam bë, kam ardhur në 2 terma që janë të përshtatshëm për të dhëtënishëm. Është termi parë është kryengritje popullore, që e përdorin shumë autorë, është termi shumë i përkon të dhëtënishës, dhe termi revolucion që s'është përdorur shumë, e cilën unë arsyetoj pse përdor. Midis termit kryengritje dhe revolucion, ndoshta vjen një diskutim të shkurtër me do. Kryengritje do t'i përgjigjej shumë më tepër në një aspekt. Por termi kryengritje ka dhe një kuptim të ngushtë. Kryengritje mund bësh për çka? Për shembull është e famshme kryengritja shqiptare në 1845-47 kundër Tanzimatit. Që historianët e dinë këtë punë. Këtë shqiptarët e qenë kryengritje pse janë ngrit tatimët. A pse? Kryengritje mund bësh edhe për tatimët. Ndërsa fjala revolucion, sado e shenjtruar në fillim të shekullit 20, por e mallkuar në fund të shekullit 20, për shkak të dështimit dhe keqpërdorimit të kësaj fjale prej partive komuniste në vendet komuniste sovjetike, në cilat vende revolucioni u shndrua në krim, u shndrua në diktatura më të era, të ngjashme me Hitlerin. Diktatura e Stalinit dhe Hitlerit nuk dallojnë shumë midis tyre. Për shkak të kësaj forme të keqe, në fund shekullit 20 ka pas një tërheqje, një ikje për fjalës revolucion. Por nëse shikon literaturën shkencore, fjala më e duhur, më e mira për të thënë është fjala revolucion. Sepse fjala revolucion nënkupton një ndryshim rrënjësor të themel, të tërësishëm dhe të gjithanshëm të një situate të caktuar shoqërore. Dhe ne kemi marrë Kosova ka qenë tokë i pushtuar e Serbisë, ka qenë pjesë integrale e Republikës së Serbisë, ka qenë si krahin pjesë konstituire edhe federatës, por ne Kosovën kemi arritë e kemi bërë shtet sovran të pavarur, kemi kriju një demokraci të re, kemi kriju një liri të re, kanë ndryshue 100% gjitha paradigmat e veta Kosova, njerëz që jetojnë aty dhe shoqëria jote. Dhe mbylla. Është ndonjë në pak të nocioni, ju e keni shkruar se nocioni revolucion. Jugoslavët, atëherë bashkë vasalit të Jugosllavës, shqiptarët në atë kohë të rinë këtë dhe kanë qenë si kundër revolucion. Çka ka sjellë ai revolucion ose kundër revolucion po thonë në Vojza, kushtimisht shqiptarët, ai ka sjellë letargji apo rezgjim kombëtar? Çka ka sjellë më shumë? Çka kanë konsistuar më shumë të ngjarë këtë revolucion? Ka shumë gjëra, unë kam numëruar shumë në fillim në hyrje, i kam 14 teza që i kam ma voni elaboroj që 14 teza themelore për revolucionin të Tenishit. Nëse them ma thjesht 14 çështje që janë themelore, por unë po përmend shkurtimisht disa ma kryesore dhe pastaj po ndalim te një aspekt që për publikun tonë nashta ja vlen me diskutuar. Në një e ka nisë procesin e lirisë Kosovës dhe nuk është shkurt më deri në 99. Procesi i lirisë Kosovës ka nisë edhe më herë, Hasan Prishtina ka nisë. Por ka pas shkurt, ka pas rënd, ka pas fragmentaritet, ka qenë një periudhë ku një pjesë njerëz kanë pajtuar, kanë menduar që nuk jetojnë në Jugosllavi, kanë kërkuar fatin një pjesë më të shqiptare, ka kërkuar fatin e Jugosllavi. Mas të Tenishit në rrëm kjo shqiptar e kupton që Jugosllavi s'ka zgjidhje e shqiptar dhe këtu bëhet shkëputja kulturore edhe politike, jo kushtetuese, por kulturore, politike, ideologjike e shqiptarëve me Jugosllavinë. Në 81-shin bëhet kjo shkëputje. 81-shin secili shqiptar e ka kuptuar që mund të shërbejë Jugosllavisë, por fakt për Kosovën dhe për shqiptarët nuk ka. Dhe me të drejtë, të gjithë autorët që thojnë Jugoslavia ka vdekur në 81-shin në Kosovë, e pranoj se është vërtet me 2 prill 1981, jo pse na i liçun demonstrat.
por kur kryesia ka shpa Jugosllavisë, e ka shpa gjendjen e luftës, dhe i ka nxjerr tankset për para demonstruesve, dhe ka vrarë njerëz të parmatosur, ka vrarë demonstrues që kanë bërërit Kosova Republikë. Ai ka sjell aeroplane, rektori e përmendi si fëmijë e manmen. Plot njerëz kanë thonë i mojmen si fëmijë aeroplan luftarak që kanë fluturuar ult me rrue qytetar e pa armatosur, demonstrues paqësor, dhe kanë vrarë njerëz. Atë ditë, me 2 prill, Jugoslavia ka vdekur në Prishtinë. Këtë prej pjesa tjetër që ka mbetur është që kur vdes një shtet, nuk vdes për me njëherë, është një proces i gjerë, por atë ditë ka vdekur. Kjo është një çështje. Çështja e dytë që unë e quaj transition është edhe për klasë politike në Kosovë, zotërisht. Na do të me u ballafaqu me të vërtetën historike në cilën kemi kaluar. Prej 1918-s e këndej në Kosovë ka pas 2 vija politike shqiptare. Në 18-ën vija e parë politike është konstruktu prej Hasan Prishtinës, prej Qikadri Prishtinës, prej Komitetit Mbrojtja e Kosovës që është themeluar në Shkodër, ka vazhduar pastaj me lëvizjen, luftën e kaçakëve, ka vazhduar me luftën e dytë qërimtare deri 45-ën, ka vazhduar me Endeshen, ka vazhduar me Tush Krasniqin, me Adem Demaçin, me 68-ën, me 81-shin, e deri te Uçi. Kjo është vija e parë politike. Vija e dytë politike, krahas kësaj vije, është vija politike që ka menduar që mund të gjejnë një zgjidhje për shqiptarët dhe për Kosovën në Jugosllavi, në Serbi dhe Jugosllavi. Fillon me partinë Gjevjet, cilën padrejtisht disa historianë të Kosovës e ngrisin dhe bojnë parti patriotike, e nuk ka qenë parti patriotike. I ka mbrojtur drejtat e shqiptarëve sa ka mund, por se ka pas prioritet. Ka pas prioritet mbrojtjen e drejtave muslimanëve në Jugosllavi. Kjo është e vërteta e Gjevjetit. Ka vazhduar pastaj me lidhjen komuniste të Kosovës, e cila deri në 45-ën ka bërë një luftë të drejtë. Konferenca e Bujanit është produkt i lidhjes i Partisë Komuniste të Kosovës. Do të thotë është një luftë e drejtë deri në 45-ën. Po në 44-ën, 5-ën nënshtrohen dhe bëhen vegën e Beogradit dhe luftën kundër Shqipërisë. Dhe kjo ka vazhduar deri në Detenishën. Të Detenisha pastaj e përcakton fatin e këtyre 2 klasëve politike dhe me këtë përmbaj këtë përgjigje. Të Detenisha e përcakton fatin e një klase 3 politike që po hynte në politikë përmes një revolucioni. Dhe përcakton fundin e klasës politike zyrtare të Kosovës, e cila gabimisht, edhe sot besoj më shumë se atëherë, gabimisht u rreshtu me Beogradin në vend që u rreshtuan me demonstrues. Adi Hoxha dhe ekipi i tij në këtë Detenishën, po të rreshtoheshin me demonstrues. Ka gjasa, se kjo është tash nuk është histori, kjo është gjas, por ka gjasa sipas historianëve të sotëm serb që analizojnë Detenishën në Serbi. Nuk Serbia s'ka qenë përgatitur për luftë atëherë dhe ndoshta do të fitojë Republikën. Ka edhe zhvillime tjera pse, po mu veti marat me fond këto nëse ndejon veç edhe një çështje që tash është e rëndësishme për publikun në Kosovë. Sepse publiku kosovar, çka solli Detenisha, do publiku dhe sidomos historianët e Kosovës në fakt nuk dojnë me vrejt dhe në nënçmoj pozicionin e Kosovës në federat. Kur e dëgjon ti ish politikanët e Kosovës të folë, e përmenin ka qenë pjesë e federatës, pjesë konstitutive e federatës, dhe thotë që kjo është kulmi i kësaj. Por në kushtetutën e Jugosllavisë nuk ka shumë miq. Na vëm ose s'na vëm, na kanë mashtruar ose s'na kanë mashtruar, janë 2 pika, njësoj të rëndësishme që përcaktojnë pozicionin e Kosovës në Jugosllavi. Një, thotë është territori i Kosovës pjesë e territorit të Republikës Serbisë. Territori është i Serbisë.
të drejtat politike ti ka dhënë element konstituivi federatës. Por, në çfarë do rast prishjes Jugosllavisë, elementet i Serbisë, çush elementi. Komisioni Badinteri tha Kosova të rikënë Serbisë. Në Serbisin. Po të mos kishte ndodhur të të njëshë, dhe kjo është arsyeja pse kërkesa për Republikën e Kosovës është aq e rëndësishme. Sepse Victoria bërja e Kosovës Republikë e shkput të teritorin e Kosovës prej teritorit të Serbisë. Të gjitha të tjera elementet konstituive janë prova me në mashtruneve. Thelbi një shteti është teritorin kush ta kontrollon. Nëse teritorin është me kushtetut, me ligj ndërkombëtar, kjo është arsyeja pse Serbia sot spajtohet. Thot, e keni shkil i thot NATO-s, e ke shkil ligjin ndërkombëtar sepse ma ke bombardu një territor shpendin të gësë. Prandaj kërkesa për Republikën e Kosovës ka qenë jetike, ka qenë themelore. Kërkesa jo ma e fuqishme, por ma e rëndësishme në historinë e Kosovës asaj periudhe. Do në pak të shtypja demonstratëve, e ke përmend libër zësar në brutalitetin e organëve sërbë e Jugoslavë atë kohë, i përmend edhe tankë se të në pse ai gjitha brutalitet a kanë mundu edhe Jugoslavë, po edhe shqiptarë Jugoslavë në ato vasalëve, kanë qenë tepër brutal edhe përmendin ato liçitja familjeve juaja tonë e tjera. Vetëm për shkak në brutalitet, në mendimin e tyre se Jugosllavia nuk do të shkatërrohet kurrë, do të jetë e përjashme, apo edhe kualifikimi i demonstrantëve si ngjarje kundërrevolucionare. Pyetja shumë e mirë tash me diskutuar dhe këtë çështje. Dhe unë po them kështu. Prej 11 marsit, kur ka ndodhur demonstrata e deri me 3 prill, kur Tadil Hoxha e ndan fjalimin e parë publik në Prishtinë, 11 mars, 3 prill i ka diku një 25-6 ditë. 25-6 ditë Kosova është turluar dhe elita politike e Kosovës nuk diskuton publikisht, nuk jep vlerësim. E ka pas detyrë të parë këta me dhënë vlerësim. Komiteti Krahinor i Lidhjes Komuniste është dashur të parë me dalë me bë vlerësimin. Nuk e kanë bërë. Kanë hesht, sepse e kanë shikuar veç zorin e vet personal, janë friksuar. Nuk kanë menu për Kosovë, as për Shqipërinë. Janë friksuar, kanë hesht. Pse kanë hesht? Kanë hesht me prit çka po thotë Beogradi. Dhe Beogradi ka folur. Ka thonë këto janë kundër revolucion dhe duhet me eliminu armisht. Dhe ka ardhur Tadil Hoxha në 3 prill e ka marrë fjalimin e tij të famshëm, për cilin qosja thotë në drejtar, thotë s'kisha dashur kurrë në ndihmë. Po të sot skuqen që kanë qenë aty me ndëgjuar atë fjalë. Një fjalim shumë i rëndë, edhe për ato dhe për gjithë ne. Po të dhe pësoj një pjesë e madhe juveja e mbani mend ato. Çka po du me thonë me këtë? Elita e Kosovës ja ka lejuar elitës Beogradit, qoftë Serbisë, qoftë Jugosllavisë, me bërë të tij. A ka qenë këtë dorë e Kosovës? Jo. Por Sonja Biser është sërb. Ajo e studion këtë periudhë dhe ajo thotë në 81-shin Serbia nuk ka qenë e gatshme me hyrje dhe s'do të hyjë në luftë, as nuk ka pas unitet brenda udhëheqjes sërbe me qytet kundër revolucionit. Do thotë ka pas dyshime dhe ata. Po supozoj tash Azem Vlas janë kohët në një vend, mas të njështë thot as Sloven dhe Kroat s'po na kuptojnë neve shqiptarve dhe po menojnë që na jem terrorista krejt. Por natyrisht që s'kupton sepse ti vetë ka thonë që na jem terrorista. Ata vetë kanë dalë kanë thonë na jem jo demonstrues, nuk po kërkojmë revolucion, po bëjmë terror. Po kishte dhe unë dhunën e shpjegoj me këte. Qeveria Serbisë dhe Jugoslavisë, derisa s'ka pas asnjë kundërshtim
të mreshët, ata natyrisht që s'na kanë dalë shtyre, ata s'kanë dalë Kosova, mu bërë republik, e kanë bërë që s'ka kundërshtim, e kanë përdorë dhunën, e kanë urdhnuar dhe fatkeqësisht edhe vetë shqiptarët në një pjesë ndonjëherë kanë qenë veta të ashta pasojnë. Për shembull, demonstratën e 26 mars, Kundi Berisha e ka një pjesë ku e përshkruan kur një konflikt midis policëve, nuk hiu e godet një policë njësive speciale dhe e qet me një grup, polici i Kosovës e këshyr të iktash. Do nuk e godet polici i Kosovës, por dhe polici i Kosovës të iktë tash të mija bërë këti derë. Do të thotë, edhe një pjesë e jonë, ani pse kanë qenë në pushtet, ani pse kanë qenë pjesë, e ka dashur këtë proces, po një pjesë nuk kanë dalë publikisht, një pjesë kanë heshtë dhe Ashtu pak për te të nishë, për te revolucion të të një dhe dalën të dy levizit shumë të përqesh në vitin të 90-ta dhe shqiptar, levizja pastore, edhe levizja armatosit, rezistenca armatosit. Qësh i shqet këto në raport me ngjarjet të nishë? Si negacion, do që kanë kundërshtu ato, apo si vazhdimësi e asaj levizje, ose anti revolucion? Unë besoj që janë të dyja të vazhdimësi të Tenishit edhe Lida Demokratike e Kosovës, ani pse aty ka shumë teza që nuk të diskutojnë sa kanë qenë, që kanë qenë, por në një aspekt është vazhdimësi. Për shembull, thelbi i Lidës Demokratike ka qenë rezistenca paqësore. Çka do të thotë rezistenca paqësore? Ne mojt një sistem tonë me protestue, po pak një luftë. Po kjo ka qenë edhe të Tenishit. Një parulla e dytë, më rëndësishme në Deltenitin për mua ka qenë kushtetur, republik, kushtetur, jam e hatë, jam e luftë. Kjo ka qenë shumë e përhapur. Do të thotë, në këtë parull janë parapat dy strategji. Me hatër është paqësore. Me luftë, nëse se fitojnë në mënyrë paqësore, do të luftojnë. Këtë pjesën e paqësorës, LDK-ja e ka marrë, e ka dhe parë, transmetu si saj vitet në vetë. Por, kur u pa 93 dyte, mas komisionit Badimit, mendoj se cili prej neve, dikush e ka thonë, dikush se ka thonë, por mas në për dy kisë, ne kemi ditë të gjithë, që me paqësore ma nuk ka, dhe banë periura të luftës. Edhe tu ka linë UÇK-ja, dhe UÇK-ja mendoj është vazhdimësi e drejt për drejt, Ahmeti është këtu, për shembull është komandant i zonës të UÇK-s. E Ahmeti është vetë pjesëmarrës i gjatë e demonstratave të Tenishit. Këtë rreth i Ahmetit janë pjesëmarrës të Tenishit. Abdullahu i juaj do të qenë i të Tenishit. Ai bëhet UÇK. Shumica e UÇK-s, e njerëzve udhëhes në UÇK. Në falë, Jonuzin, Kadriun, që të dëtë, janë ata shtjerëve më banesë, janë organizatorë të 11 masit të Tenir, janë të dëtë të UÇK-s. Do të ka sigurisht të tjerë që s'po njohë gjithashtu, por janë një pjesë, jo një pjesë, po pjesa ma e rëndësishme e krijuesve të UÇK-s janë njerëz të Tenishës, që ka lidhje të drejtë për drejtë, lidhje e drejtë për drejtë. Kështu dhe do më pyte ime e fundë, do nëse dhe jalon dhe edhe të rjume dhe nëse do në të kësë shumë. A me konsiderës është shumë mjaftë të Tenishën, apo është shkruar pak, dhe ajo të vendosë aty ku duhet në gjatë të Tenishën. Nësë të rishtë të pak. Kjo është një prej arsyeve pse kam shkruar këtë libër. Unë për këtë Tenishën shkrimin e parë kam bërë në Nall Tenishën. Atë ka qenë revista Koha, aty ka erdhe ta kërkuan prej meje një dosje më të gjatë për Tenishën dhe me të drejtë më gëzova që kisha mundësinë për herë parë publikisht, edhe pse ne kishim shkruar letrën nga burgu gjatë në Kosovë, nuk janë kundër revolucion, e cila u votu në Zvicër 86-ën, dhe ajo kishte shpërndahej me shumicë, por opinionit kosovar, publikisht, unë një kam drejtu për Tenishën me një dosje në revistën Koha që ka pas një 12 faqe të revistës që është një tekst në politik. Pre asaj kohën kam shku në BMC, kam shku për Tenishën, një model të parë të librit, e kam pas në 2013 të gatshëm, dhe ja dërgova mikut tim Shina Sirama, edhe mikut Sadriut që ta lexoj, dhe ai
kishte disa hezitime, o e dhja, dhe që si shte i gatshëm, dhe isha vesh me gjallë diskutimet, dhe po një prej arsyeve, i kam pas dy arsyeve pse është këtë libër, një e kam pas të libër, unë kam qenë vetë njëri prej organizatorëve kryesor të Tellët e Nishit, dhe deri tash s'kam pas kohë me u marrë shumë me këtë, s'ja marrë thelbësisht, dhe kam dash me sqaruar opinionin tim për Tellët e Nishit, është e natyrshme. Arsyeja e dytë që më kanë nxit është kjo. Gjitha punimet e historianëve ndërkombëtar, kur flitet për Tellët e Nishit, citohen autorë të saj, ose s'tanë. Nuk ka autorë shqiptar. Këtë citate, këtë literatura e burime slave. Tash, po fleti për Tellët e Nishit, me burime slave i bjen parafërsisht sikur se gjykata e sotme Hagës që po i dënon ata njerëz të atje me burime të Udhës. Dhe kjo unë nuk lënë të mirë dhe tash kur Rulirova pak kam kohë ma shumë, e hyra e përpunova dhe e librin dhe kjo është arsyeja edhe besoj që kam arrit para me ndihmue sidomos për historian të Kosovës. Se nga njëri më mësua e gjumë falën dhe shtë në përpuntar. Men në shikon e fjallorin enciklopedik të Akademisë së Shkencave të Kosovës. Janë akademik të tamë, cilë për Tellët e Nishit i kanë ma pak reshta se për partim e Gjemjetit. Ma pak reshta ka për Tellët e Nishit se për Gjemjetin. Ky është percepcioni i një pjesë të historisë. Fatmirësisht, percepcioni i një pjesë shumë të madhe historiane është ndrysh. Viti të tjerë është pjesa e madhe në historinë e Kosovës dhe kështu mendoj shumica e historianëve. Faleminderit. Autoritip. Kështu do pjesa e parë u kry, pjesa e parë tash më kanë bërë tash më varë të ju dhe bëna kemi konceptuar një 60 minuta shkret, këtë provojmë, këtë sirë. Vetëm një 20 minuta për pyetjet e juve, po jo ndoshta konstatime, po vetëm pyetjet mund të jenë edhe provokative, edhe gozhduese sipas si të dënë. Sadrina Mbaja. Mendoj se do të jetë libri më i informueshëm për pranverën e Tellëve të Nishit, sepse tash të besoj se do të cilësohet ashtu siç është revolucioni i Tellëve të Nishit. Pse? Sepse ne mbrëm secilit revolucion është ideja. Dhe ideja ka qenë e qartë për Republikën e Kosovës. Nëse në 68-ën ka pas dilema, në 68-ës dhe Tellëve të Nishit dilema se a do duhet vazhdojmë me kërkesën për bashkim kombëtar apo ta bëjmë një kthesë, kjo dilemë në 26 qershor ka marrë fund. Megjithatë, fakti që në akordancë me këtë gjykim e kanë cilësuar që ky emërtim është në fakt shenjuesi më i përpikt i këtyre ngjarjeve. Prandaj prologu i revolucionit antikolonial me hyrjen në revolucionin e armatosur është krejtësisht një. Ajo që do të kisha pas shumë dëshirë që ta dialogojmë në raste tjera nëse është shkurt sot, është fjala për klasën politike zyrtare që ti kishe kushtuar në vend bukur të gjatë, që është vërtet edhe mëzoj sepse për herë të parë lexoj diçka si thot jugu i Shqipërisë, pikën mbi ja shëru disa çështje. Është çështja që ka të bëjë me çndrimet paralele. Me drejt deri më sa 3 prill nuk ka pas ndonjë çndrim. Por shumë pak edhe prej nesh këtu besoj që e kanë qartë se deri më 8 prill as Tirana zyrtare nuk ka pas ndonjë çndrim. Ka ekuilibruar qartë se si ndodhi çfarë. Nëse do të lexoni me vëmendje librin e Vejt Prodës, ai e shkrimi i shkurtër, por ç'është vërtet është një libër voluminos 600. Tirana zyrtare, një pjesë e klasës politike atje, i imponohet pikërisht qëndrimi i shërbimit sekret jugosllav, i cili ishte imponuar lidhjes komuniste, Jugosllavisë, Serbisë dhe Kosovës, që Bajrami e thekson qartë në një pjesë të kapitullit të 7. Kjo ishte rryma që e ka cilësuar dhe vazhdon të cilësoj Tellët e Nishit si befasi, na erdhën të papritura, nuk ishin të përgatitur, nuk dinin etj. Por edhe në këtë pikë, Vejt
Proda jetë sqarime shumë qarë. Fryma e ndikuar që përfunonte për shndrimin e Shqipërisë në Republikë të Shtatë, e që përfundoi goditjen e më të madhe e mori me 81, edhe këtë pikpamja është revolucion të 81, sepse e ka shkuar klasën politike edhe në Tiranë. Ata atje nuk e kishin parasysh që një rrymë e veçantë e kishte informuar vazhdimisht piramidën e shtetit shqiptar, dhe shteti shqiptar ka qenë saktësisht i informuar mbi 300 faqe material se kur do të ketë shpërthim të demonstratave në Kosovë. Natyrisht nuk e kanë ditë ditën, por saktësisht se do të ketë, po. Në këtë pikpamje mendoj unë që në ribotim do të ishte shumë interes të zgjerohet kjo gamë, sepse edhe kjo rryma paqësore e Kosovës e ka ndikuar Tiranën, atë da rrymën e shehëve, si në të shehët, si të që shehët, ata ishin në bazë të kësaj të këtij cilësimi, që të vlerësohet ashtu si që ishte. Mendoj që e përkërson këtë. Faleminderit shumë se Jo, pasitje jo. Veç një përgjigje të shkurtër me bë. Shiko, raporti me Shqipërinë e kanë trajtuar mjaft mirë dhe janë dy ngjarje që kanë ndikuar Kosovës, që kanë ndikuar politikën e Shqipërisë. E para është kongresi i veçlimit gjuhës shqipe në Tiranë. Për vendimin tim dhe për filin tim, kryeveta e klasës politike dhe inteligjencës në Kosovë nuk është Krahina, se Krahini ja ka folë pitave, është kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe në Tiranë, në cilin për herë të parë, mas 45 shqiptarë e Kosovës e kanë deklaruar botërisht që janë në një gjuhë të plot unison me Shqipërinë. E kanë deklaruar që janë njësoj si Shqipëria, nuk janë si Jugoslavia. Nuk është teza ime kjo, është një gjuhëtari anglez, Elliot Hamilton, por unë e kam trajtuar dhe e kam diskutuar. Ngjarja e dytë që kanë ndikuar politikën e Shqipërisë është Pelletenishë. Janë tre autorë, e Temçeku, Shaban Sinani, që e diskutojnë këtë çështje dhe e diskutojnë edhe unë. Me Pelletenishën, Enver Hoxha dhe politika e Shqipërisë e ka kuptuar që ka ardhur koha me e ngrit idenë e nacionalizmit mbi idenë e marksizëm-leninizëm. E kanë kuptuar që nuk bëhet fjalë për 2 milion shqiptarë të Shqipërisë, po bëhet fjalë për 4 ose 5 milion shqiptarë. E kanë kuptuar definitivisht që Kosova mos rrinë Jugosllavi. Këtë ide, ata e kanë pas kokë edhe më herët, edhe vetëm Enver Hoxha, por janë pajtuar që me mbrojt Kosovën sikur se mbrohen të drejtat e pakicave, sidomos mas 48-s e deri te vitit 81. Që shmbrohen drejtat e pakicave, dhe i kanë mbrojt sa kanë mund. Por mas 81-shit e kuptojnë që mos bëhet fjalë për drejtat pakicave. Bëhet fjalë për një republikë tre shqiptare ose edhe për bashkimin e Ne kem pas rastin kemi edhe në burg bashkë, edhe e di që ka pas mendim edhe ndryshe edhe atëherë, dhe thonë një nga rrallë, ka pasur një vetin për gjallje, e që pak kush atëherë i ka reflektu si bajane. Po, dështa me e bërfytjen, 11 marsi e ka nismën e herë, edhe deri atëherë ka pas angazhime për Republikë Kosovës, edhe i ka protagonistët e vetë. Po më intereson, a ka ndodhur moment i pakënaqësisë sociale që nga njëherë paraqitët, apo ka qenë një ide e fillimit një revolucioni që shqequrin kjo pyetje edhe një. Nëse atëherë ka qenë angazhimi i shumicës të atyre që ishin legale për Republikën e Kosovës në kuadër të Jugosllavisë. A keni menduar që një ditë do të kalohet kjo kërkesë, do të shpartallohet Jugosllavia, e Kosova do të jetë republikë, shtet i pavarur, dhe më intereson edhe opinioni juaj,
por tajmën e Kosovës cila ka qenë pozita e saj në gjeografinë shqiptare. Hajde shkurt, për shkak kohës, tash po mundohem shkurt. Me 11 mars, unë kam nejtë, qësh kam nejtë me ty, me 4 jo me 4 me 20 me nejtë, është 20 këto, me plët organizatorët të 11 marsit dhe kemi folë 100 herë në Burg, ja kime folë në Burg, ja sot. 11 marsi është i organizuar. Është njerë që janë takuar disa ditë përpara, kanë organizuar, por askush dhe askush nuk e ka pas të sakt idenë që ka mu paru dhe janë kaqimat dhe ka më shkruar. Unë personalisht nuk kam shpresua që ka shpejt këna më arë të shtetë. Unë kam besua që ka me bërë burg, e ka me dalë jashtë, e ka me bërë burg për sëri, e ka me vdek, e nashta shtetë i zbërë. Kështu kam besua. Është fati ma i shqiptarë që ne e ndërlidhëm procesin me strategjinë globale për rënimin e shteteve dhe perandorive komuniste dhe në këtë shkatrim të perandorive sovjetike, sovjet komuniste ma drejt me quj, në këtë shkatrim u dezintegrua Jugoslavia, u shkatrua Jugoslavia dhe ne fitu. Askush se ka pas në kohë krejt të proces që shka me shku. Por, e kem pas në kohë që na do me uqu, me demonstrua, me kundështue dhe me kërkue një shkëputje prej Serbis edhe prej Jugoslavis. Dhe me këte po lidhëm tash edhe me pyetjen e dytë. Për mua atëherë, ka qenë thelpsore, jo Jugoslavia, se Jugoslavia të gjithë flitë në republikisht gati që e ka pamundshme me ekzistu. Po Kosova mos me qenë pjesë e teritorit sërb. Na me qenë shkutur prej Serbisë. Sepse Jugoslavia s'do ta ketë gjatë, ose edhe sa do ta ketë, nuk e di. Nashta Republika e Kosovës do ta ketë shkorcuar ta federatën e Jugoslavisë. Ndoshta do ta ketë shkorcuar edhe për një kohë. Por sa do që ta ketë, kur vjen momenti i prishjes, Republika e Kosovës ka me u shkput prej Jugosllavisë që shkputën republikat e tjera. Ka disa politikanë që thonë po, ama edhe ato kanë luftuar, edhe Kroacia ka luftuar. Po, nyshe lufta e Kroacisë, nyshe lufta jonë që kemë bërë këtu. Me pas në Republikën tonë, nyshe këshmi bërë luftën edhe në 96, 97, 98. Proprio refletta pastaj gjë dhe të gjithë. Urime për librin, suksese në kemi promocionë pos të atë njësën, unë të dashtë me jo parë se ne, unë shumë shkurt, dhe bëhemi i dalëm, po shkaj se unë komandant dhe farmani grupit ilegale, ju e keni lansua, apo shka që të doni grupet e fshepa, në me du si në qënë s'ke ta në cërë, për me dalu ma mirë dhe fëllë me apliku, për të në me kërshtaj. Ty herë pa në dhere. Po, e pyte në dytë për da bëj se Dhe qashtu? Shko se me ta bërë që Ahmet në kërë fali, Ahmet, po e harova dhe këtë pjesë dy. Po, unë e përdori termin grupet e fshehta patriotike, cilin e kam diskutu me disa shumë para se me përdori. Unë e kam përdori, për e kam diskutu e para se me u publikuar, që ka vendori. Arsye është sepse edhe pse termi ilegalja ka dëpërtu shumë kulturën tonë, është e vërtet dhe na do këtë simpatike dhe sidomos ne që kemi qenë që na do këtë shumë simpatike, por me gjatë do të me pramu që është ndikim i lëvizjes komuniste në Tiranë vitet 40-45. Na jemi ndikim për asaj, kem pa ata ilegale dhe na jemi qëtë detin ilegale. Por këna krijon problem në terminologjinë historike. Ilegale do të thotë e jashtëligjshme, antiligjore, kundër ligjit. Kjo është kuptimi i fjalës ilegale. Pse me lënë në një term i cili gjithmonë kur të pyet dikush ku ke qenë televizja ilegale, ti më u detyru një 5 minuta më ia shpjegoj që kjo nuk është kundër ligjit, po kjo ka dashur një ligjdri e tjera. Kur termi shumë i flen shumë, termi grupet e fshehta patriotike ose klandestine, ka qëtë kuptim, edhe klandestine do të thotë i fshet, por është fjalë e huaj, unë e kam përdorur shqip, grupet e fshehta patriotike. Sa i përket ndikimit në tëllëtënishën grupeve të fshehta, është absolutisht, edhe pse tëllëtënishën e kanë organizuar student. Por,
janë, nëse dojmë me bo një farë hierarkie të ndikimit, 7 studentë që kanë bërë të nishin janë të ndikuar prej disa strukturë. Në një, unë besoj, janë të ndikuar prej autorëve që i kanë lezuar. Nashta studentë sot e kanë shtirë me perceptuar tonë. Studentë e 79, 81 kanë lezuar shumë. Shumë. Jo student e letërsisë, e historisë, e filozofisë, po student e teknikut, arshin nga rëshin me neve në leximin e letërsisë. Student e mjekësisë, arshin nga rëshin me neve në leximin e letërsisë. Ne I kem pas autor ta, sidomos humanist, Giordano Bruno, Rotterdamin, ne I kem adhuruar. Voltairin e kemi adhuruar. Romantik I kemi adhuru, na jemi kriju prej tyre, na jemi eduku prej tyre. Na jemi eduku prej autorëve të rilinjës kombëtare shqiptare. Besoj nuk ka student asaj periudhe që s'ka lexuar një pjesë veprave të Naimit, Samiut, dhe të autorëve tjerë. Dhe një pjesë e madhe e ndikimit politik ne kemi marrë prej grupeve të fshehta patriotike. I doli nëse kam pas në njëherë një njëri që në shma I dole, atë dhe mos. Nuk ka pas. As atë, as në atë. Por atë dhe moqin, na ju unë, po brezi ju, e ka qmuë si lam që na kanë pishu rrugën ka mecë. Atë dhe moqin është simboli atyre grupeve të fshehta. Nuk është I pare. Me tushë është me I heshtë. Por Ademi arritë më bërë simboli, dhe ne kemi një rrugën Adem të Maqit, dhe unë këto në hyve të librit, para se me fillu librin, kam sjell 4 thënie. E para është aja Adem të Maqit, e dyta është Rukëshin Hotit, e treta është Ismail Kadares, dhe e katërta e Recep Qosis. Qka kanë thënë për të të nishën? Përveç të Maqit, që nështë të kisha tasht, me e përmbyt të ja lexuar, Leoni, edhe unë me pa, po përë një rezu se është shumë rëndësishme me pa qka ka thonë Adem dhe Maqi në gjykatën Jugoslave në Prishtinë në vitin 1964. Kile parasysh, në vitin 1964. Ja vlezoj fjalin. Nëse doni të më dënoni për bindjet e mia, ja po u a them. Kosova është ndarë padrejtisht nga Shqipëria. Kosova duhet bashkohet me Shqipërinë dhe nëse nuk e ndryshon politikën e saj, Serbia do të marrë përgjegjësinë historike për shkatërimin e Jugosllavisë. Jugoslavia do të shkatërrohet dhe në fund do ta humbi edhe Kosovën. Gjeladin falënderet shumë, me Gjeladinin kem qenë gjenerat në studime, dhe unë e mirë që po të shofështu, unë e mirë me kolegun Adonin, Barkin në qenë, falënderet që këmi javë të të. Është një temë shumë e dashur për mua dhe një kapitull ja kam kushtu kësaj teme. Që është e vërteta, hipoteza themelore nuk është e imja, është Rukëshin Hoti.
I pari u Këshin Hoti ka vrejë një ndërlidhje midis demonstratave të 81-shit lëvizjes Solidarnosë. Për ju, për një pjesë po e shpjegoj shkurt. Dhe po e shpjegoj, duke shpjeguar, po e shpjegoj unë që e kam pa dhe që e kam trajtuar. Janë dy lëvizjet më të mëdha pas pranverës të Pragës, dy lëvizjet më të mëdha në shtetet sovjet komuniste që bërën, dhe pushteti i shtyp me tanke të dyja. Solidarnosën në Poloni dhe Tëlltenishin në Kosovë. Dhe unë e trajtoj këte në dy aspekte. Solidarnosën në Poloni ka kërkuar bukë, ushqim, qush, mish, që s'kan pas me hangër. Kanë prit në radhë 3-4 kohë me 3 litër qush. Prandaj ngrit kryengritje të madhe për me kërkue një standard më të mirë jetësor. Dhe unë them që kjo është shtylla kryesore mbi cilën është ndërtue perandoria sovjet komuniste. Bashkimi Sovjetik, Jugoslavia dhe shtetet tjera kanë arritur me sukses me kriju në botë një fotografi në cilën në shtetet komuniste gjithën barabat. Gjithë kanë njësën. Sështë të vërtet. Janë quhet në Poloni me mira, me kërkue qumsht me pas, me përdor qumsht. Do thotë nuk kanë qumsht. Elita politike i ka gjitha. Dhe ma vonër zbulue skandali drejtorit radio-televizionit polak, që s'është rani me foltu, sepse kam një tregim të enciklopedija imagjinare për këtë. Skandali drejtorit televizionit polak, i cili ka pas vila, mjedis mali, me 100 hektar thurur, dhe ka shku ka po qef me basketbolistët dhe volejbolistët e Polonisë. Në qatë Poloni, ku s'kam pas qumsht me pi punëtoria. Dhe unë them, Solidarnosti e ka rënu shtyllën kryesore të sovjet komunizmit, propagandën, sa tjetë gjithë kanë, gjithë në barbarë. Në Kosovë, kjo s'ka të bëj me standarde. Në Kosovë është kërku e drejta nacionale, e drejta me formu shtetit, e drejta me qenë barabartë me të tjerë. Shqiptarë ka qenë kombi i tretë në Jugoslavia dhe s'ka pas republikë. Na kemë kërku me bo një republikë të barabartë me tjerë. Dhe që ka bërë Jugoslavia, i nëzori tankset dhe në vrau. Atëherë unë të them që Tëlltenisha në Kosovë e ka rënu shtyllën e dytë mbi cilën e ka ndërtue ekzistenceve të perandoria sovjet komuniste, e cila është barazia nacionale. U Këshin Hoti në studimin e tij e ka të detajzuar qysh sovjetik janë lëvdu në përbotë, se i ka 15 republika, se i ka 27 krahina, se klitën 7 gjargju, se klitën barabat. E mshefin që Stalini e ka dynd popullin tatar, disa milion, me tonë se e ka dynd prej venit vetë. Dhe në gjara Tëlltenishi në Kosovë e ka rënu shtyllën e dytë të sovjet komunizmit propagande në rreshme për barazimin nacional. Dhe këtë tregim për ndërlidhje me Solidarnosën e përfundoj që Solidarnosën në Poloni dhe Tëlltenisha në Kosovë e kanë para përgadit atë që ndodhi ma vonë me rënjën e perandorisë sovjetike, atë ku shkoj Regani te porta Banderbruckut dhe i tha fjalinë e famshme Mr. Gorbachev, open this gate. Ne jemi tash jemi në cep gjatë minush dhe kalbi fjallë o pëseshë në ministrë. Ani, edhe akore të tjerë që dojnë me... Edhe unë isha të edhe? Ani edhe ju të tretë. Profesor Nedrik, profa edhe... Unë e nisëm nga titulli I detës e revolucionit gati 31. Nga vetë fjalla revolucion të kuptojnë që ky titull e ka edhe një shprehje pak a shumë internacionale, të në thonë kuptohet edhe në shumë punë. Unë kisha dash me bo një pyetje,
revolucioni që lindi dhe u ndërtuan nga kosovarët, anihet edhe nga qarqet evropiane. Sot ka pas përkraje në atë periudhë dhe këtë po e lidhi sepse shpesh herë në politikat botërore është marrë edhe model, edhe shembull, edhe si model, shembulli i Kosovës, konflikti për Krimi, konflikti i Katalanisë në Spanjë, dhe a është revolucioni i Kastenicës një model në vete dhe shembull edhe për të tjerët, një histori në vete. Çfarë jehone dhe përkraje ka pasur revolucioni 81 në qarqet e U po flas për përkrajen ndërkombëtare. Është hera e parë, mas 45-s, që bota perëndimore ka një kuptim për ngjarjet e Kosovës. Është hera e parë që mediat më të famshme perëndimore shkruajnë pro Republikës Kosovës. Është hera e parë që gazetarët amerikanë e bën këtë pyetje, ka titull të pyetje. Pse thot Jugoslav nuk po e bëjnë në një republikë shtatë kur i kanë 6? Çka është kjo armiqësore? Pse do të me batonat të kundërshtim kur i kanë 6 republika? Por ndryshe prej tyre, gazetat e vendeve ish sovjetike na quajnë me të njëjtët terma, qysh na quajnë pushteti i Beogradit. Të njëjtë terma i përdorin edhe për Solidarnostin. Janë të njëjtat kualifikime, si për Solidarnostin, si për ne. Profesor? Një të bëni pyetje për 11 marsin, nisja. Ky revolucion e ka pikën e fillimit nisjes. Dihet që është thonë në atëherë që demonstratat në fillim janë kvalifikuar si kërkesa që ishte për kushte studente. Kanë qenë në mend 11 marsin, mbrëmjen në datën e 11 marsit ka ndodhur ngjarja e parë që është nisje. Aty është praptu një tabak me ushqim, edhe një tavolinë, edhe një student është qurë dhe ka kërku me ju bashku edhe studentët tjerë. Noel Malcolm në librin e tij, për më një herë pas demonstratave, e ka në një kapitull thotë që në mbrëmjen e 11 marsit të dalë një student të rebelue, e praftoj tabakun me ushqim dhe këtu nisi, disa student mandej policia i ka arrestu, studentët tjerë janë të bu para konvikteve, a i kemi përshkru që të gjarje të Pro, ka shumë tregime për sepse kur ndodhin ngjarje me 5.000 vetë, pikë shikimet janë të ndryshme. Me 11 mars kanë qenë rreth 5.000 vetë, dhe sigurisht shumë njerëz kanë pikë shikime të ndryshme. Edhe unë kanë qenë aty dhe kam pikë shikime. Por është e rëndësishme që një grup prej 11 studentëve 4-5 ditë përpara e kanë përgatitur dhe kanë shkuar për me e nisë. Për me kërkesa sociale që është e vërteta, me 11 mars nuk ka pasur. Po aty ka marrë për masa edhe ka bashkuar dhe është rritë. Unë po e përshkruaj një rast tjetër, e kam përshkruar libër për Abdullah. Unë e moja Abdullah në me 26 mars në një pozitë. Në kulmin e konflikteve midis policisë dhe studentëve, kur ata sa mujshin goditëshin, dhe studentët që ka mujshin gjujshin burë, unë kam qenë parafërsisht midis konfliktit 3 dhe 2, ka shkushë edhe në aty, e kam një krisin e një arë. Ideja parë është me këshur vetën, ajo në një është mirë, i këshyri tjerë për atë me mirë, është ajo krisë në atë. Dikush pe i policisë ka gjyë, jam këthy me këshyrë më rapa, dhe kjo është pozita cilën në marmjan të burat të hizë. A i ka qenë mas murit të konviktit të me revolit të drejt policisë. Këtë pak për para se kanë përmenë sepse për arsye tjera, por edhe këtë është qenë. Abdullah ka qenë të gjyë drejt policisë. Për një 20-30 aniqen dëshmitar të krejt anës Gjelanit janë që Abdullahu e ka praptu edhe të bashkën edhe pavolinë në 11 mars. Një interesant, 40 vjetë, mas asaj kohë galim në për televizion. Pro, kjo është tjetër sent, ashtë se kemë këto unë e tjetër, është tjetër e Dhe që shnisër demonstratat të ku të bumë, ku shumë të poshtë. Nuk e kanë shumë, ja. Dikush e praptaj. Hajde, hajde,
Hajde edhe një pyetje dhe u mbyll. Atëherë me qenë se jemi në fond, pyetje po e lopën e diskutim tjetër, vetëm dua të profesorin sepse arsyeja pse jam në sa këto, ka qenë se teza ime e masteri ka qenë pikërisht propaganda shqiptare në gazetë e revistje për ngjarjet e shqiptarëve të le, dhe siç e tha profesori që propaganistët kanë hesh në atë kohë, atëherë ka hesh edhe media vetëm në atë kohë ridikula. Pra, pyetja ime ishte lidhje me veprat e ndajshme, po me qenë se jemi në fond e lajmë për një diskutim të radhës.